Rreth 12 milion euro nga buxheti i shtetit kanë shkuar në xhepat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar nga vetingu. Shifra u bë publike nga kryeministri Edi Rama, i cili shkruajti në rrjetin social X se deri më tani janë dhënë 92 vendime gjykatash për të shpërblyer si viktima ato që i quan pastrimellumit të reformës në drejtësi, shqetësim të cilin Rama e shprehu dhe gjatë prezantimit të kampusit të ri të drejtësisë. Sikur për shembull shteti mos paguan të gjykatësit që kanë ikur nga vetingu akoma, ne mund t'ja u jepni ju ato para dhe ju mund të merrni me qira hapësira shumë të mira për këto funksionet tuaja. Por i marrin ata, akoma sot flasim. Dhe ka akoma gjyqe, janë akoma në gjyqe që pretendojnë të marrin para për të vazhduar të paguhen për shkak se janë larguar nga vendi i punës. Qeveria do të riorganizoj godinat e sistemit të drejtësisë në një kampus të ri në përputhje me standardet europiane, financimi më i lartë për sistemin e drejtësisë. Një llogari e përgjithshme duke pas parasysh shpronësimet që në atë zonë nuk janë aq të lehta nga pikpamja financiare. Dhe investimin, këtu flasim për një shifër afër 100 milion euro. Kështu që është një operacion që s'është bërë ndonjëherë në Shqipëri. Për togat e zeza, kreu i qeverisë nuk i kurseu as ironit. Kjo është një përpjekje që nuk ndalet dhe nuk kthehet mbrapa pavarësisht surprizave që ju na bëni her pas here, po që janë pjesë e jetës dhe janë pjesë edhe e proceseve tuaja të brendshme, janë pjesë edhe e rritjes së një sistemi të ri që kërkon kohën e vetë për t'u kolauduar. Ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se dhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorim detyra.